një udhëtim 20 vjeçar në shërbim të komunitetit, ku tradita e Bar Kafe Binjakët ndërthuret me vizionin e një familjeje sipërmarrëse. Në qendër të Dimalit, pranë kryqëzimit të lumit, Ardiana Zhuka me bashkëshortin e saj ka ndërtuar një histori suksesi. Unë jam Ardiana Zhuka dhe prej vitesh menaxhoj biznesin ton familjar këtu në Dimal. Lokali ynë ndodhet në një pozicion shumë të mirë, ku ne ofrojmë një shumëllojshmëri produktesh për klientelën tonë besnike. Bashkëpunimi me Fed Invest ka nisur që në vitin 2016 me degën e Beratit. Financimi i parë prej 1.500.000 lekësh ishte një mbështetje e madhe për të konsoliduar aktivitetin e Ardianës për të ofruar gjithmonë shërbimin më të mirë e korrekt. Ne si familje jemi bashkëpunues në punë. Unë merrem me administrimin e lokalit, kurse im shoq merret me prodhimin e mobiljeve ose më saktë me shitjen e mashkave, e marrin Marangoz, lëndën e parë. Për të çuar më tej vizionin e tyre, në nëntor të vitit 2025, Ardiana aplikoi për kredi e u financua nga Fed Invest me shumën 2.500.000 lekë. Ky investim i ri ka sjell një përmirësim të dukshëm të kushteve tona të punës, edhe ka ndikuar drejt për drejt dhe në rritjen e të ardhurave të familjes tonë. Ky financim i fundit ishte vendimtar për të ardhmen e biznesit tonë. Me këto të ardhura arritëm të blinim truallin dhe nevojat e biznesit tonë dhe të bënim një restaurim të plot të lokalit. Për ne Fed Invest ka qenë një partner korrekt dhe mbështetës në çdo hap të qëllimeve tona. Kjo histori demonstron angazhimin për fuqizimin e sipërmarrjeve rurale përmes mbështetjes financiare, ngritjes së kapaciteteve e trajnimeve të zhvilluara nga Fed Invest dhe Qendra ABA në kuadër të projektit të financuar nga Banka e Zhvillimit të Këshillit të Evropës dhe Fondi Slovak për rritjen gjithëpërfshirëse.